Mos e ve aty allët e asteku, iqe. O atë, edhe kapa. Po. Do ta marrësh të plazhi. Jo, to iki të pia ala. Të pia alë, s'do rimaci, okej. Qa bën? Ja, shto ala, ki gjan. Qa ka ala? Po qanë. Po gjan. Po. Ja ty, ik me lepetu. Po, okej. Petu. Ku i pi? Mele, petu, mele. Po. Atë, lava, atë, po. Qa beli? Ik do po beli abima. Beli gabimi ma lepe. Beli abima bebli. Mele mala, mele u vash. Amba to. Iku qa. Ku i ku mala? Iku Uja ku. Ajde peto thoj të egi. Ku vajti mala? Lat. Iku eki. E prishi divanin. Tu ishte plazhi tikim. Iku mada, iku tutë jatë. Po pra, të ikim në lere ma të në këtu të ikim, okej? Ana mam. Do ta marrësh me vete, alla? Do të qeri. Tuda. Qa të beli, mala? Do iki tani ma qa thoj, ri këtu se e ga do iki të plazhi. Do ikim? Qa ka ma? Iku pap tu. Qa? E bej pap. Wow! I ga, thoj, përshëndetje, Angels! Ik mere shpejt. Manda të ekit të në faqe. Ku vajti maci atje, malla? Qa? Ik mere shpejt. Manda të mëla. Jo, ti mele, ti e ke. E ka? Qa ka? Polin to, bërë në ekit. Okej, ne do ikim, thoj macis. Bye. Bye. Qa ka e qa? Përshëndetje Angels dhe mirë se erdhët në një video tjetër në këtë kanal. Kemi nis vlog sot duke ikur në plazh. Si fillim na ka zgjuar Herga sepse ka ardhur këtu në Shkodër bashkë me maqokun e saj. Dhe është zgjuar gjithmonë, domethënë kur i thua që do shkosh nesër në plazh, plastiku kësaj po më lakon. Zgjohet shpejt dhe thot kur do ikim. Sot nuk është se kishte shumë mendjen për tikur në plazh, por donte vetëm të loste me maqokun. Këta i ka zënë gjumi. Agile dhe ti fle. Elin këtu ka zënë gjumi. Përshëndetje Eli. Përshëndetje, si jeni? Përshëndetje Agile. Përshëndetje. Doni përshëndetje. Përshëndetje. Ti thash më? Agilo. Oh, Agile. Ku do ikim diku? Do ikim diku. Qa pra ku do ikim në vend bukur? Për momentin do ikim në Rjoll, në Velipoj. Në një vend bukur? S'është i bukur Rjolli? Në një vend të bukur? Do ikim, pastaj do ikim në Shkodër, në shtëpi. Po flej gjumë. Sapo arritëm, që nga pak fresk në fakt, e prisja shumë më vap. Po të paktën që ka deti vetëm për ne, nuk ka shumë njerëz. Vabi. Kira vabi koka, egi, vabi mata koka, Jenny, vabi koka tu, baba, tu, vabi mata, Tony. Vabi egi,
Maja, donit, vavi donit Maja. Vavi tu, jat, edhe bëna, non të koka, edhe vavi eki tu. Ja ta shikoj. Ua, kush të vravi me Allah ashtu? Maja, Ua, u mërzitë ti? po. Egi, bëj përshëndetje. Tete, Përshëndetje. tete, Të ri. ege. Ku vati Macja? Ku e le Macen Allah? Jat, Ku e le Macen? jat, Ku? jat. Te shtëpia me Allah rove ti. Po të pija nova. Te pija rove. Mika, jat Mika. Jashtë, e Mika. Po, Okej. Si ka emrin Macja? jau. Si ka emrin? Si? Gjini. Gini. Okej, qa po bëndi aty Allah? Po në pinela. Për los merera? Egi, çaj bëri Mika Maca? Po vavi. Po ti ku të çori Maca? Ku goja pak? A tërgoja të këtu ti, ku? Kamera ti. Këtu, Mami. tërgoja allës ku. Ua, kush të beri me Allah te? Bata. Macja. Të dhem ty Allah. Qa virga. Si qa virga? Ua. Okej. Dua qumë. Dita dytë. Do bëjmë gati për punë. Dje në plazh nuk është se qëndruam shumë, sepse u bë shumë pis ujë, nuk e dija e vore 3, aja u tregova, nuk e mbaj mend. U bë shumë pis ujë, kështu që nuk futeshim me dhe ikëm. Jemi në ditën e dytë dhe çfarë do bëjmë sot? Përveç se do ikim në punë, njërë do bëjmë gati të ikim punë, kur të vinë në drekë, do ndrojmë dollapin. Do ndrojmë rrobat, pra këtë procedurë e bëjmë gjithmonë bashkë. Kemi vite që e bëjmë bashkë në YouTube, kështu që edhe këtë herë do ta bëjmë bashkë, do nxjerrim gjitha veroret më në fund. Do ta kisha bërë më përpara, por kam qenë e ngarkuar dhe s'kam pas fare kohë, por sot duhet me patjetër sepse s'kam çavesh. Eli i bën vetë të sajat, Agilo shumë gjëra, shumicën e veshje vetëm e tani kam me të shkurtra, kështu që nuk e se ka shumë gjëra këtu tek unë, sot i madh. Si jam kështu. Kështu që do ndrojmë vetëm rrobat e mia dhe disa të Donit. Shumicat janë të mia këtu, sepse dhe të Donit kur vajtëm në Bali disa i nxora. Dhe kështu, sot do nxjerrim dhe roret. Nuk e keni idenë se sa kënaqem kur nxjerr veroret, se sa e shijoj këtë gjë, dhe pse është e lodhshme si procedurë gjithë kjo rrëmuj që do krijoj unë sot këtu, por gjithsesi kur nxjerr veroret, nuk e di a ju ndodh dhe ju. Kam një ndjesi shumë të mirë, një energji pozitive, le të themi. Unë hapo valizhet si fillim në mëngjes, se kam lënë një rrëmuj këtu me gjërat që kam patur me vete në Vlorë para disa ditëve, nuk ju thash isha në para disa ditëve, para 3 ditë, para dje domethënë isha në Vlorë në një event dhe valizhen nuk e kisha hap, domethënë nuk është se qëndrova në Vlorë shumë, vetëm një ditë kemi qëndruar, por gjithsesi kisha një valizhe të vogël që kisha marrë gjitha gjërat që do kisha me vete për eventin, fustanin e gjërat kështu. Do thoni ju, pse nuk bëra vlog në Vlorën e bukur. Si fillim isha shofere, kështu që gjatë gjithë rrugës do isha në timon, nuk bëja dot vlog. Dhe duke qenë se me disa nga vajzat nuk është isha takuar ndonjëherë, isha edhe natyrën madini se sa kisha turp, isha në siklet. Isha shumë në siklet që të beja dhe vlog, kështu që nuk doja të bezdisja dhe njerëzit tjerë. Normal që gjitha vajzat tjera janë në fushën
e kamerës, do më thënë janë influencer dhe janë mësuar me kamerën dhe këto, por unë nuk e di, ndjesha shumë në siklet dhe nuk normal që s'beja do të as vlog. Gëzuar 1 qershorin, festën e fëmijëve, sot është 1 qershori dhe kisha lexuar dje në darkë se kam qëndruar deri në 2 natës pa gjumë. Lexova që shumë më kërkuat të bëj video për 1 qershorin dhe thash, okay, po hap me që kam filluar vlogun dje dhe na zuri dhe 1 qershori e plotësoj dhe dëshirën tuaj. Të bëj një kështu, jo make-up të shpejt, por si jam kështu, të vendos vetëm kremin e diellit. Në një rrove vendosa kremin e diellit tani. Vendos këtë që është me ngjyrë nga Seventeen me 50 SPF. Sepse s'dua të vendos fondatin, nuk dua ta rëndoj lëkurën. Nga është super mirë, por kam përshtypjen që bën shumë vap. Që të dalim pak edhe me Ergën e Roanin për 1 qershorin. Harrova t'ju them çfarë na ndodhi dje me Lëpurushin, me Hergën. Herga do të mbaj grinin ka emrin Maçoku, vazhdimisht në krah sepse do shumë. Edhe kur erdhëm në plazh, unë veta me donin të puna dhe nuk e mora me vete kamerën që filmoja. Dhe kishte grinin në krah. Dhe me sa duket donte që grini të mace, domethënë donte Maçoku të zbriste nga krahët e Hergës, Herga e mbante. Dhe në moment që doli jashtë Herga, se mban davam si bebe e puth e përqafon, grini u mundua që t'iki dhe Herga mendovi sikur po i bie dhe e mbajti kështu dhe ka gërdhisht këtu në fytyrë, e ka bërë vajzën copa. Tani ideja është se Herga u prem, ndoshta pak si shumë, dhe ka qarë shumë, dhe kemi frikë se mos e mori frikë macen. Po ju them, është mek, ka qarë jashtë mase. Pastaj rrinte si e mërzitur, derisa ka zënë gjumi. Tani jam kurioze tani në mëngjes nëse do qëndroj akoma kështu apo do ta ketë harruar. Për të harruar nuk ka harruar, se ajo nuk harron kollaj, por uroj të paktën mos ta ketë frikë Maçokun këtej në vazhdim me këtë që ndodhi. Unë kam një të keqe që kur filloj dhe flas para kamerës, harroj që duhet të nxitoj, se bëhem vonë për punë, dhe vazhdoj flas, dhe vonoj. Kështu që shihemi për pak. Tregoj serinë e ri nga Saudeza, kam veshur këtë këtu që është kështu me pika. Është lino, është super i freskët dhe shumë i bukur, më pëlqen shumë pjesa e jakës. U bëra gati, u bëra njeri, si që shikoni. Tani do ikite puna poshtë, duhet të them që poshtë bet nami. Është sikur ka plas bombë, duhet të vi me patjetër në drejt, duhet të le punën që kam atje të dyqani, çdo gjë duhet të latje që të vi të bëj punën të këtu në shtëpi, sepse duhet të bëj edhe atë rregullimin e dollapeve, siç ju thash. Dhe pastaj flasim edhe t'ju them të reja se çfarë ka ndodhur. Ikim tani. Falni të që. Zotëri më.
Du t'ja prej si doni së s'ben, po flasim për macën. Selda, përshëndetje. Përshëndetje. Po bëj vlog. O, që shkur? E kam hapë që Unë tregoj se kanë arë pistakiot, 2 i kam donë. E provove? Sa i mishte. 2 i kam donë, s'kanë me. Kanë marrë, ka ardhe dhe paketimi Për momente. i ri dhe të mango, ja? Mango tango, kjo këtu. Sa më ka përqë paketimi i ri. Kjo këtu Është edhe badin mist e pistakios. Dhe kjo ishte shumë e mirë. Provova dhe Shumë, pak dorë, shumë ishte shumë e mirë. Edhe, pra, kjo është pistakjo dhe body mist. Ashtë dhe për flok kjo, apo është veç body? Se kam po për Perfume mist. Base... Edhe e zeza që është në dhe zeza, po ka ka paketimi i ri. Dhe Që kanë ti marru përri? jo veçeta. Gjyra. Edhe kanë marru tana kremët e njollave. Na duen krema njolla. Po. Po. Ka edhe furnizim i ri në Angel Shkodër. Po. Si arrë gjithmonë. E gjithmonë thot Selda. Angelin arrën. Kanë ardhur gjëra shumë bukura, shkoni. Janë marru gjysa, tani hapim koleksionin tjetër. Po, për pak. Sa të shkoj Dezi blej diçka për fëmijët sepse është 1 qershori. Për herën e Heronin, sa do fëmijët janë rrit. Ja, to janë gjitha gjëra. Gëzuar festën Selda. Suar festën, festa, lampi. Ika. Faleminderit. Bye. Për kush erdhi? Valla! Valla, pse s'na tregove roba që të blevi alla? U tregoj pak ku të vravi macja të shpirt e faqja. Të dola edhe të faqja. Tregoja pak alla. Ua! Si me alla të vravi ty macja? Në qavi. Si me shpirt? E vabi të qik. E qava. Qave ti shpirt. Po, Do shkojmë të bëjmë xhan tani? Macen? jo. Do t'japim mamam? Nuk do. Në tomata. Në tomata. Nuk e do me macen ti? E qeli. Të qeri. Po. Po t'ka gjan me shpirt. Jo, në qeli. Të qeri ty. Po. O, shpirt, ja tregoja faqen allës si ta bëri. Wow, Ma fal. të vavi ty. Caki. Këtu. Hajde. Caki. Të qajegi. Mirë, hajde ullu mallën. Hajde ullu. Unë i dhasha mam. Macës. Të qajegi. Të qaj. Do çaj e gi. Po. Po pse malla e more frikë ti macin? E ka marrë frikë tani dhe nuk do fare që t'i afrohet. Iki të qeli këtu. Do të qeri, ju malla t'ka gjan me shpirt. Ka që të bajtoni. S'ka që ta mbaj doni? Po. Okej, mirë, ta mbaj. Po të qeli. Nuk të qerë me shpirt. Të malitoni. Ta marri doni? Po. Mirë me shpirt. Ta qojmë macën në Tiranë, pra. Po. Nuk e do këtu te koda? Po. Mirë. Qeli tu. Të qajegi të qeli. Do qaj egi të ri alla këtu? E macën ta qojmë te Tirana? Po. Mirë me shpirt. Doni të iki të lana e të qoj mata të lana. Të qoj doni te Tirana macën? Po, liti tu të qajegi. Mirë, të ri këtu në që mos të qaj egi, okej? Të qeli tu. Po të më qeri mua macja? Të puta qa. Ja. O iku kjo. Qa. Të qeli. Jo, më ka gjanë malla. Ka gjanë, edhe ty të ka gjanë macja me shpirt. Po. Të ka gjanë, nuk të qerme, okej? Po, në në gjanegi. Po me shpirt, të ka gjanë. Doni në të lana banegi. Do ta mbaj egi? Po. Macën? Po jo të qajegi të qeli. Po jo të qajegi të qeli të iki të lana. E do macën apo nuk e do ma? No. Nuk e do ma? Po. Ke do më shumë mikën apo macën? Jo të egi mika të qeli mika. Mirë me shpirt, okej, në rregull. E patatel
ka qenë. Edhe macja dhe mi ka qerë. Po. O shpirt jo, s'ka që ka alla gjanë, që ka alla Po shpirt. jo të qaj e këtë qeli. Po mirë me shpirt, do ikim atje taj neve. Nuk e marri macën me vete, okej? Në qeni në malim. As qeni nuk e malim, okej? E të iki të mami. Mirë shpirt, hajt ikim të mamë. Puqalën? Duat shumë. Ate. O, dhe me shpirt. Të qeni. Të qeni maqa. Mirë me shpirt. Të maqa të iki ke në qeni. Po me shpirt, hajt ikim, hajt. Eli shpejt se vajt e vonë, shpejt. Ka se frika. Ua, qa mama? Hajde alla, hajde. Hajde dalla, jote ti, hajde dalla, jote të temi ty me shpirt. Ik me ka, ik. Alla, Iki në do. nuk do ik, jo. Iki në do. Okej. Na erdhi Agilo tani këtu. Shiko si është djegur. Shikoni pak si është djegur në fytyrë. Ja ta shikoj surratin. Ja ta shikoj surratin. Pse s'ke vën krem dielli? O Eli! Nëse gjitha. Jam duke bërë prerje disa fustane të reja. Është ngjyrë shumë e bukur, është si ngjyrë banane. Kam sakatuar përsëri duart sepse kam marrë doni disa gërshera më të mira për që mos kem unë këto, mos të lëndoj duart që më janë dëmtuar, më janë bërë këto kështu. Por ideja është se prapë më vret kjo gërshera. Dhe gjithmonë normal këtu të këto plagët që janë krijuar, që kanë kohë, aty godet përsëri gërshera. Sa duhet që kjo 3. Okej. E fike kondicionerin ti? Po. Plasa. Tani e fika me kur plase. Për zotin plasa. Dis këte këtu. A, me nara. As ke vap ti? Jo. Ashtë i ftoti veç. Eli, do vish ti për kafe? Jo, Ha? Do i në shpi? do më qosh kipi lesë. Me që me që? Pse? Do më qosh pastaj në shkë. Pse s'vjen ti? Gia të shikoj alla. Hiqe dorën të shikoj alla. Ua, sa e bukur Erga. Ku të shkosh me alla? Taj. Hajde pak afro të shikoj, hajde pak afro të shikoj. Hajde pak afro. Përshëndetje vajza. Përshëndetje Deza. Ç'kemi Olta? Mirë, shumë mirë. Shikoni me çaj bukullës verë njëra me ta culi. Zuri turpi. Oj, bukur. E gjesh kush? Të shkojmë të makina? Se që me kushte për Okej. sajnë. Ku po shkon me Ega? Taj. Kitaj, okej. Ega, mbaj timonin. I. Ega! Këtu kemi Emily, dhe është një djegëse e rregull në YouTube. Qa video më the për shumë pëlqen? Vlog. Mi ke pa gjitha videot? Cila është video e fundit të testoj unë pak tani? Vlog. Mere, ja. Kujdes, nga dalë.
Sa po erdhëm në shtëpi, jam e lodhur. Vajtëm, do me thënë, pas punës vajtëm direkt për kafe që quam dhe fëmijët te lojrat. Hergën, do me thënë, se Rani akoma nuk kupton. Dhe tani duhet të sistemoj gjitha këto veshje që kam këtu njerë. Dhe pastaj të nxjerr gjitha tjerat që ora vajti 11:30 e darkës, fakte nuk e di a do arriti bëj sot. Doja me patjetër të bëja sot, sepse nesër do nisem për Tiranë, kështu që mirë është i kryj sot. Dhe nuk e di dhe orarin që do nisem, duke qenë se do shkojmë për protestën që do zhvillohet në Tiranë për Zvërnecin, kështu që dua patjetër të mbaroj sot. Gjithsesi nesër Eli ka provim, kështu që deri nga ora 2 besoj do jetë në shkollë dhe pas orës 2 pasaj do nisemi, se më duket se në orën 6 është protesta, kështu që të arrim në kohë, të paktën në ora 2:30 maksimumi të nisemi që nga Shkodra. Uroj që shumë nga ju t'ju shikoj atje, sepse mirë është sa më shumë njerëz të bëhemi, të shkojmë në protesta për të mirën e vendit ton, për të mbrojtur vendin ton. Normalisht që jemi prekur gjithë me këtë gjë që po bëhet në Vlorë, dhe nëse rrim të gjithë këmbkryq dhe nuk ngrihemi të çojmë zërin, të ngrim zërin, të çojmë në protesta, ata do vazhdojnë dhe përveç Zvërnecit, nesër pas nesër do mundojnë të marrin dhe vende tjera të Shqipërisë, të shesin vende tjera të Shqipërisë. Të paktën minimumi që mund të bëjmë është kjo. Fillojmë tani, të rregullojmë, nuk kam as varse, zdingat janë nisi, mirë do ishte njërë të ndrohesha. Fillim mirë është të nxjerr varset, që të rregulloj të paktën këto që kam këtu. Dhe të heq paltot. Zoti madh, janë gjithë të gjëra. Janë gjithë të gjëra që duhet të rregullohen. Më pëlqen, do me thënë, procedurat të nxjerr rrobat e verës, por nuk më pëlqen që duhet të heq dhe të vendos, të sistemoj dhe të ha shumë kohë kjo gjë. Rregulloj nga këto veshje që kam këtu. Dhe duke qenë se në çdo vlog këto kohët e fundit ju tregoj nga diçka që ka ndodhur, harrova t'ju them një lajm shumë të mirë. Ju kisha premtuar që në videon e kaluar, në fakt që doja u them. Unë jam pajisur me vizën amerikane. Kështu që uroj së shpejti të shkojmë dhe në vendet e Amerikës. Do ju them se si ishte intervista dhe çdo gjë, sepse normal që unë gjithmonë do kem ndonjë histori për treguar. Jam shumë e lumtur, sepse do i plotësohet dhe dëshira agjelos. Jo se unë nuk doja të shkoja në Amerikë, normal që kam qef ta vizitoj si vend, por ka shumë vende tjera që do më pëlqente më shumë të vizitoja dhe nuk është se Amerikën e kam pas ndonjë ëndër për ta vizituar. Por gjithsesi, agjelo me zipret, besoj se nga vera normal që s'ka shans që të shkojmë. Por nga tetori, nëntori, nuk di, duke qenë se është dhe botror janë dhe biletat do jenë ekstrem, nuk jam fut fare për t'i parë në fakt, por do jenë ekstrem, kështu që nuk është se kemi në plan të shkojmë tani afër, e kam fjalën. Se di u beton, nuk e di se ku kam pas gjithë këto veshje unë tani, se s'kam varse që t'i rregulloj. Atëherë, për vizën kisha aplikuar në janar, fix pas vitit të ri. Më thoshte Agilo, pse nuk aplikon, thash, okej, fix, do me thënë, nga data 2 më duke 2 a 3 mund të kem aplikuar për vizën, thash okej, të aplikoj. Vola me një agjensi, sepse nuk doja të bëja ndonjë gabim. Në fakt, është një procedurë që mund ta bëni dhe vetë online,
për aplikimin e vizës e kam fjalën, por thash sa të bëj ndonjë gafur, nuk i dihet kur si dihet, më mirë të jem e qetë, përtoj dhe shumë t'ju them drejtën të merr me këto gjëra, sepse një gaf të madhe e kam bërë këtu në YouTube, kur kam plotësuar formularin e taksave të YouTube-it, dhe YouTube-i mua tani më mban 30% çdo muaj, dhe nuk di se si ta rregulloj, nuk jam përpjekur ta rregulloj në fakt. Mirë do ishte ta rregulloja se zhynat të marri 30% taksa, por gjithsesi ku doja të dilja unë, pra jam krejt out pjesën e teknologjisë dhe nuk ja them fare, plus që edhe përtoj shumë. Se si e zgjuar, unë këtë procedurë e bëra me dolën dhe me ndihmën e ChatGPT-s, po që ChatGPT-ja më duket e ka futur kod dhe na ka bërë lunch. Shikoni pak sa super i bukur është ky fustani që do t'i tregoj tani. Është një koleksion i ri, në fakt unë këtë e kisha marrë që ta visha, që ta visha në Vlorë, por nuk e vesha si përfundim, vesha fustanin tjetër, sa këtë barse. Dhe vesha fustanin që kam bërë fustanin dalga. Nga një temë ikit e tjetra edhe se kuptoj. Kisha aplikuar për vizën nga data 2-3, kështu janar, dhe prisja për takimin e kisha, në fillim e kisha në mars, por pastaj nuk e di pse u shtyp për në prill, më erdhi mesazh dhe e kisha në prill, tani s'më kujtohet, më duket 16 prill, nuk e mbaj mend fiks, por e kisha në prill. Dhe kur më erdhi data, duhet të kisha me vete dhe fotot, që fotot në fakt i bën që në fillim, kur bën aplikimin, fotot për vizën. Dhe unë e zgjuara, kur i bëra fotot atëherë në janar, i kisha vendosur në një vend këtu, dhe harrova fare që unë kam bërë foto për atë vizë. Nese, ja dërgova dhe agjencisë normal, me prisja pastaj për datën, sepse kur ja dërgojnë agjencisë, agjencia fotot t'i përdor dhe për aplikimin e vizës. Kurse fotot tjera i mban dhe i merr me vete kur shkon për vizën. Gjë që unë e kisha harruar fare. Domethënë që duhet i merrja me vete. Iku kjo. Vjen data e intervistës. Shkoj unë si zonjë në intervistë, e kisha në orën 8 të mëngjesit. Shkoj unë atje, që them të drejtën, unë e dini ju, jam tip që stresohem pak. Deri atë ditë nuk është se isha stresuar fare. Ditën që të shkoja për vizën, më zuri stresi, ankthi, o thash, tani si doja bëj, mos bëj në një gafë, gjëra të tilla që mendoja. Shkoj unë dhe shoh të gjithë, vetëm me pasaportën unë edhe me asgjë tjetër. Ky është fustani, një sekond, të tregoj fustanin që vesha në Vlorë. Futuni në Instagram dhe shikoni sepse është super i bukur, dalga normal. Ishte një tematika dalga, e eventi që isha ftuar. Shkoj unë për intervistën vetëm me pasaportën dhe asgjë tjetër. Kur shoh të gjithë që ishin në radhë, të gjithë kishin, përveç pasaportës, kishin aplikimin disa kopje, plus kishin foto, të gjithë kishin foto që kishin bërë domethënë që në fillim, vetëm unë me pasaportë dhe asgjë tjetër. Thash, unë imagjino tani të refuzohet viza sepse unë s'kam marrë gjërat që duhen. Thash me veten time, kot sa do pres në radhë, më zuri paniku, t'ju them të drejtën, djerës të ftohta dhe kështu. Doni priste jashtë, sepse dorëzon
telefonin që ti thoja Donit për shembull ti merrte dhe ti thoja Donit ti merrte s'kishte ku ti merrte, unë kisha lënë në Shkodër dhe atë intervistën e bën te ambasada amerikane në Tiranë. Nese, edhe haj thash, të pres, kam çabet, tani u futa që u futa, prisja atje, stresosa duar, s'ke as telefon as gjë që të kalosh orën, duke pritur në radhë atje. Nese, edhe m'afrohet radha, do me thënë, nuk është fare, po fare, kur shkon për interviste, nuk është fare siç e kisha imagjinuar. Fare, unë nuk e di pse, po kisha përshtypje që do shkoja atje edhe do isha në një zyrë me disa persona, 3-4 oficerë ndoshta, që do më bëjnë pyetje. Nuk e dija fare që do kishte edhe, nuk e di sa mund t'ishin 100 ca veta rradh atje, nuk e di sa mund t'ishin. Nuk e dija fare që do prisja në radh njerëzit dhe nuk e dija fare që pyetjet behen në sy të tjerëve. Fare. Nuk e dija këtë gjë. Nese. Vjen radha ime. Në fillim jep gishtat, të pyesin, jep gishtat, për çfarë do shkosh, më thanë, për turizëm, i thashun, kaq, dhe pastaj pret, do më thënë, shkon njerë në një sportel që jep shenjat e gishtave, jep edhe pasaportën, dhe pastaj pret prap që të thrasin. Normal që gjithë në radhë mbahet një rregull atje, shqyr të paktën, se është një security police, si ta them, që mban një rregull atje dhe nuk gatrohesh as me radhën, as ke nevojë të zihesh me njerëz që të morën radhën. Kjo është gjë e mirë. Dhe pastaj kur u afrova, thash që do të kisha njerëz përpara dhe pash 3 sportele me 2 oficere që ishin femra dhe i benin pyetjet aty, ne prisnim në radhë dhe këtu fiks, si t'ja u shpjegoj që ta kuptoni. Fiks si kur je në një bank dhe ke sportelet, pra i shikon ti njerëzit të tjerë që i marrin intervistën, oficerët, dhe ti e shikon edhe i dëgjon se çfarë pyetje dhe çfarë përgjigje bën. Ato 2 oficeret dinin shqip, kuptonin dhe flisnin, kuptonin shumë mirë, dhe çdo pyetje e bënin në shqip. Se unë isha përgatitur për anglisht. Do të thënë, isha e sigurt që do bëhet anglisht, por me sa pash atje dinin shqip, okay, thash, ndonjëherë nga stresi edhe ngatrohesh, do bësh në një gaf, s'kupton ndoshta, dhe kur është shqip je akoma më lirshëm që të përgjigjesh në çdo pyetje. Iku kjo deri këtu bukur, thash, okay, super, e kemi Dezi, shko fuqishëm se të jetarësh. Nese, në një moment kur afrohet radha ime, dhe ishin shumë të mira ato 2 oficerët, shumë të mira, kishte normal shumë njerëz që po i refuzonin, dhe kjo ideja që se më kishin thënë ke biznes dhe s'ka shans që të refuzohesh. Kjo ishte kot fare, sepse kishte njerëz tjerë që kishin kompani të mëdha dhe po i refuzonin, kështu që nuk ishte fare vërtet kjo puna ke biznes dhe e merr vizën, kjo ishte budallëk. Nese, vjen radha ime, thash, okay, unë për turizëm do shkoj, nuk është se do shkoj për qëtuar, se frika është, do të thënë, frika tyre është që ti do shkosh dhe do punosh dhe do jetosh atje. Pra, duhet të japësh, të bindësh që ti do shkosh për turizëm dhe kaq. Vjen radha ime, unë po shikoja ato 2 sportelet edhe më thot ai që ishte mbrapa me një djalë, më bën mua kështu të erdhi radha. Jo, i tha shumë se ka njerëz akoma të sportelet. Jo, tha u hap sporteli 3. Shof unë sporteli 3. Ishte mashkull, ishte një zotëri, sa po u futi sporteli 3. Ishte shumë i ashpër dhe fliste vetëm anglisht. Oh, thashon, iku, kaq pa fat jam. Do të thënë, fillovi ai dhe çdo pyetje po ma bënte anglisht dhe unë i përgjigjesha. Por ishte shumë i rëndë, ato 2 femra që ishin oficere, përveç se flisnin shqip, ishin shumë të sjellshme.
Dhe nuk e di pse, po kisha përshtypjen që direkt do ma japin ato. Nëse shkoj unë tek ky hap që direkt në dollap, se nuk gjej varsa, nuk e di. Dhe fillon nga pyetjet zotëria dhe më thotë ku po arsyeja që do shkosh në Amerikë, më tha çdo gjë në anglisht. Dhe i them unë që do shkoj si turiste, sepse udhëtoj shumë, më pëlqen të udhëtoj. Dhe kam dëshirë të shkoj disa vende të Amerikës. Me ka do shkosh, më tha mua, me bashkëshortin, i thash. Edhe më thot bashkëshorti ka vizë? Jo, i thash, por ka pasaport greke dhe mund të marri vizën brenda 72 orëve, merr shumë kollaj. Më pyeti, filloi pastaj sepse atyre në sistem i del çdo gjë. Çdo gjë, vetëm atje nuk mund të gënjesh. I dalin domethënë çdo udhëtime që kam bërë unë, çfarë punë bëj unë, sa të punësuar kam unë, çdo gjë. Vetëm atje nuk mund të gënjesh, dhe mirë është, domethënë, të jesh sa më të thuash vetëm të vërtetën. Ta më pyeti pse ke qenë në Afrikë dhe në cilin vit, i thash kam qenë si turiste, kam qëndruar një javë, qa viti ke qenë, të them drejtën unë nuk mbaja mend. I thash diku te 2020-2021 nuk mbaj mend fiks, 2021 duket se kam qenë, nese. Pastaj më pyeti kur ke qenë në Indonezi dhe për çfarë arsye, i thash kam qenë para një muaji dhe kemi qenë familjarisht për turizëm, kemi qëndruar një javë. Domethënë më pyeti për disa vende që kisha vizituar dhe arsyeja. Për aplikimin në këta të agjencisë më kishin thënë që mirë është të përmendosh që ti bën video në YouTube dhe udhëton, domethënë, dhe merresh me rrjete sociale dhe kështu. Përveç punës që bën si fashion designer ose që ke biznes. Edhe e zgjuara unë. Siç më thanë, Bera. Duke qenë se më pëlqejnë udhëtimet dhe udhëtoj shumë në çdo shtet, bëj vlog, video për YouTube, video për Instagram, kështu sepse merrem i thash shumë si video creator për YouTube-in, e kam si punë. Edhe më thot mua, e di ti, më tha mua në Amerikë nuk lejohet të punosh si me rrjete sociale, më tha mua. Tash unë nuk u përgjigja pasaj që unë nuk shkoj në Amerikë për të punuar si influencer apo me rrjete sociale. Unë këto videot i bëj kudo që shkoj dhe nuk është se varem vetëm nga kjo punë, sepse unë kam punën time dhe nuk është se varem nga puna, nuk e kam domethënë si punë YouTube-in apo video që bëj në Instagram. Më pyeti edhe për fëmijë, nëse kam, i thash po kam 2 fëmijë, kam një vajzë dhe një djalë. A nëse kam punuar ndonjëherë në një nga këto shtete që kam vizituar, dhe i thash që jo. Pastaj u kujtova që duhet i kisha përmendur edhe Greqinë që kam punuar, dhe thash ndjesa harrova t'ju them që kam punuar edhe në Greqi disa vite sepse kam jetuar atje. Mund të isha nga gjithë ata njerëzit që kishin kaluar para meje, isha e vetmja që a marr aq shumë në pyetje. Pastaj kam ikë, nuk e di mbasa ai oficeri gjithë i pyesta ashtu, aq shumë nuk e di, po thjesht më as apo ashtu tjerë të mbaronin shumë shpejt, kurse mua më pyeti shumë dhe pastaj më tha viza juaj është aprovuar, më tha mua dhe më mbajti pasaportën. Lumturova pafund. Në atë moment normal që u lumturova pafund. Nuk e di afare se kur do ta merja pasaportën, por nuk vanoj mbas pothuajse një javë, as një javë kam marrë pasaportën. Pasaportën nuk e merrte ambasada, e merrje diku afër qytetus. Dhe kaq historia e vizës. Pra nëse keni plan që të aplikoni për vizë, mirë është të thoni vetëm vërtetën, sepse siç u thash atje del çdo gjë dhe siç pash nuk i interesonte atyre, kishte familjar, kishte femra pafund që edhe i refuzonin. Besoj mua më ka ndihmuar dhe fakti që kam udhëtuar shumë, nuk e di. Rëndësi ka që e mora si vizë 10 vjeçare del viza, kështu që brenda këtyre 10 viteve uroj që të gjejmë rastin për të udhëtuar dhe për të
vizituar vendet e Amerikës. Fiksim kam patur për të vizituar Meksikën dhe për të vajtë në Meksik duheshe viza amerikane të paktën. Base kemi shansin, kemi fatin të vizitojmë edhe Meksikën. Kaq. Nuk kam fare, po fare fuqi që të rregulloj gjitha veshjet sot, kështu që më duket se do t'i lë për gjysmë, paktën të mbledh vetëm këtu, do të shtrihem të flet. Plus që duhet të editoj videon, sepse nesër u thash do të shkojmë pak në protestë dhe nuk do kem kohë që të bëj asgjë tjetër. Kështu që do mbledh edhe këtu, të bëj edhe një dush. Dhe pjesën tjetër e bëj pas nesër, u fa punë, tani s'kam qa bëj, vajte ora 1 dhe unë jam akoma këtu duke u marrë me këto. Sa po bëra dhe një dush dhe tani do shtrihem të fle. Do editoj sepse do postohet kjo video nesër. Ora që të mbyllim këtë vlog, uroj që nesër në protest të shikoj shumë nga ju. Se siç e tham, sa më shumë të ngrihemi, aq më mirë është për vendin tonë. Mos harroni të bëni subscribe, mos harroni të bëni like, komentoni çfarë doni, çfarë video doni të shikoni këtu. Dhe bashkë do shihemi në videon e radhës. Ju kam dhënë fjalën për videon e balit, nuk kam arritur ta editoj, por në ditët në vazhdim duhet ta bëjmë patjetër. Shihemi në videon e radhës, Angels. Pashim!